Kur paqja e rreme kthehet në luftë të brendshme, anatomia psikologjike e shmangesë së konfliktit. Nëse shmang konfliktin për të ruajtur paqen, ti nis një luftë brenda vetes. Kjo thënie, e thjesht në fjalë por e thellë në kuptim, përmbledh një nga plagët më të padukshme të shëndetit mendor, vetë sakrifikimin emocional në emër të harmonisë së rreme. Në shoqëri ku konfrontimi shpesh etiketohet si mungesë edukate apo si problematik, shumë njerëz mësohen që në fëmijëri të heshtin, të tërhiqen, të lëshojnë pe. Kjo ndodh jo sepse nuk kanë diçka për të thënë, por sepse friksohen nga pasojat e të qenurit të vërtetë. Mirë po, kur heshtja bëhet mjet mbijetese, ajo transformohet në një bombë emocionale që shfryn brenda individit. Çfarë do të thotë të shmangësh konfliktin? Shmangia e konfliktit nuk nënkupton vetëm refuzimin për të përfshirë në debate të hapura. Ajo manifestohet edhe në mënyra më të rafinuara. Nuk shpreh mendimin tënd në mënyrë të sinqertë për të mos mërzitur të tjerët. Rri i heshtur kur ndihesh i lënduar. Thua po kur do të thuash jo. Mban marrëdhënie që të konsumojnë emocionalisht vetëm për të shmangur ndarjen apo përballjen. Ky model sjelljeje është shpesh rezultati i edukimit patriarkal, traumave të së kaluarës ose një vetbesimi të brishtë që e barazon vlerën personale me aprovimin e të tjerëve. 2. Çfarë ndodh kur vazhdimisht e shtyp veten për të ruajtur paqen? Paqja që vjen nga mohimi i së vërtetës së brendshme nuk është paqe, është represion. Dhe si çdo emocion i papranuar, ai nuk zhduket, por grumbullohet. Rezultati? Ankth kronik, sepse trupi dhe mendja janë në një luftë të vazhdueshme për të mbajtur balancën ndërkohë që ignorojnë të vërtetën. Depresion, ndjenja e pafuqisë, mungesës së zërit dhe rëndësisë në marrëdhënie çon drejt humbjes së dëshirës për të jetuar me autenticitet. Somatizim, dhimbje koke, tension muskulor, lodhje kronike, çrregullime gjumi, trupi flet atë që gjua nuk lejohet ta thotë. Veturrejtje dhe faj, kur individi sheh që ka hequr dorë nga vetja për të kënaqur të tjerët, por gjithsesi nuk ka marrë dashurinë apo miratimin e pritur. 3. Pse është e vështirë për shumë njerëz të përballen me konfliktin? Shmangia e konfliktit është shpesh një mekanizëm mbrojtës i ndërtuar në mënyrë të pavetëdijshme. Në fëmijëri, kur një fëmijë rritet në një ambient ku zëri i tij nuk dëgjohet ose ku ndëshkimi vjen si pasojë e shprehjes së ndjenjave, ai mëson që siguria emocionale vjen nga heshtja. Ky model pastaj transportohet edhe në moshën madhore dhe përkthehet në një instinkt paqeje që në fakt është frikë e maskuar. 4. Si ta kuptosh që je në një luftë të brendshme? Nëse ndihesh i tensionuar në praninë e njerëzve të afërt, por nuk di pse. I mbingarkuar emocionalisht edhe kur gjithçka duket në rregull. I paqëndrueshëm në vendimmarrje. Me ndjenja faji kur vendos kufi. Atëherë ka shumë gjasa që po jeton në një konflikt të brendshëm të pashprehur. Zëri yt është bërë peng i paqes së të tjerëve, ndërsa ti e kthyer në armiqësor ndaj vetes. 5. Si të dalësh nga kjo luftë paqësore që të shkatëron? A. Vetdia është hapi i parë. Prano që shmangia e konfliktit nuk të bën të mirë, të edukuar apo të moralshëm. Të bën të padukshëm, fillimisht për të tjerët, më pas për veten. B. Rikthe kontaktin me emocionet. Ndihesh i lënduar? I mërzitur? I tradhtuar? Emërtoi këto ndjenja. Ato janë reale dhe kanë të drejtën të ekzistojnë, edhe nëse të tjerët nuk duan t'i dëgjojnë. Mëso të komunikosh me qartësi dhe kufi. Konflikti nuk është luftë, është dialog. Është të thuash, kjo më shqetëson pa akuzuar, por edhe pa heshtur. D. Ndërto vetë vlerësimin mbi të vërtetën, jo mbi pranimin. Nëse dikush të do vetëm kur ti nuk je vetvetja, atëherë ai nuk të do ty, por një version të kontrolluar tëndin. 6. Në fund të ditës. Të jesh i sinqert me veten dhe me të tjerët është një akt guximi. Jo të gjithë do ta pranojnë të vërtetën tënde, dhe kjo është në rregull. Por në momentin që vendos ta thuash, paqja që vjen pas nuk është më iluzion, është çlirim. Sepse lufta më e dhimbshme nuk është ajo me të tjerët. Është ajo që ndodh brenda teje, kur ti zgjedh të heshtësh vetëm që të mos prishësh paqen. Por çfarë vlere ka paqja nëse ti je tërësisht i humbur brenda saj? Nga heshtja tek shërimi, rruga nis me një fjalë të thënë në kohën e duhur, jo. Më mjafton.